kemi hyrë në 10 netëshin e fundit të Ramazanit, duke lutur Zotin që të na beqatoj dhe të na jep bereqet dhe mirësi në këto net. Sigurisht se vlera këtyre 10 netëve të fundit është shumë e madhe dhe kanë vlerë të veçantë. E si mos tjetë e veçantë ku Zoti Gjelle Gjelalu thot në librin e tij famlar: Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1.000 muaj tjerë. Pra, vlera e madhe kësaj nate është më rëndësi të jashtëzakonshme për arsye se ka zbritur Kur'ani. Andaj, edhe i dërguari i Allahut, alayhi salatu wassalam, e transmeton Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10 netëshin e fundit të Ramazanit ishte i dalluar në adhurim. E si mos të ishte në këtë adhurim të madh, nga se Allahu Gjelle Gjelalu dërgon mëshirë dhe rahmet të madh në tokë dhe në qiell. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e zgjonte familjen e tij, ashtu siç transmetohet në koleksionin e Muslimit, se i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam kur hynte në 10 netëshin e fundit të Ramazanit, e shtërgonte rripin e tij, përkushtohej në namazin e natës dhe i zgjonte familjarët e tij. Pra, këto net janë të jashtëzakonshme për atë besimtar i cili dëshiron të arrijë kënaqësinë e Zotit Gjelle Gjelalu duke ju përkushtuar adhurimit dhe namazit dhe dhikrit dhe ibadeteve të tjera. Për këtë arsye, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, ashtu siç e transmeton edhe nëna e besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, o i dërguari i Zotit, nëse më rastis të arrij natën e Kadrit, çfarë të lutem dhe çfarë të them? Po i thet i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam, nëse e rastis këtë natë, atëherë thuaje këtë lutje: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, e don faljen, andaj falë mua. Përderisa unë njoftua me vlerën e kësaj nate, pra me vlerën e 10 netëve të fundit të muajit Ramazan, neve si besimtar duhet të përkushtohemi maksimalisht që ibadetet tona dhe adhurimet me të cilat afrohemi tek Zoti Gjelle Gjelalu të jenë të vazhdueshme, sepse fillimi i Ramazanit mund të jetë një projekt dhe fillim i mbar, po gjatë ditëve të kaluara mundet që nefsi dhe shpirti të lodhet, por se momentin që e kuptojmë se do të vijë përfundimi dhe Ramazani do të kryhet, sigurisht se besimtari dhe besimtarja do të angazhohen dhe të japin më të mirën prej tyre që ta shfrytëzojnë këtë ibadet të madh të cilën Allahu Gjelle Gjelalu e ka lavdruar në librin e tij dhe i dërguari i tij alayhi salatu wassalam na ka mësuar që të përkushtohemi në namazet gjatë ditës, po një ashtu edhe namazin e natës që janë taravit e me të cilat përmes tyre afrohemi tek Allahu Gjelle Gjelalu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në 10 netët e fundit u izolante nga familja e tij, ku rrinte tërkohën me ibadet, edhe pse Allahu Gjelle Gjelalu ja kishte falur gabimet e tashmes dhe të ardhmes. E si tjetë gjendja me neve besimtarve të cilët bëjmë gabime dhe gjunahe, por se mëshira dhe falja Allahut është shumë e madhe. Andaj, përveç se në këto 10 net të fundit e dim se ka zbritur Kur'ani, muslimani do të përkushtohet, jep më të mirën që Allahu subhanahu wa taala ta hap gjoksin e adhurimeve të shumta. E prej adhurimeve me të cilat mundëm të afrohemi tek Zoti, përveç agjerimit, leximit të Kur'anit, ibadeteve dhe namazeve vullnetarëve, sigurisht se besimtari do ta lut Zotin që t'ia shtoj besimin dhe imanin dhe t'ia forcoj shpirtin dhe zemrën e tina në fenë e Allahut. Për këtë arsye, njëra prej lutjeve që do të jetë çdo herë prezente në namazet tona, po edhe gjatë Ramazanit, e sidomos në 10 netët e fundit, është të lutemi Allahun që të na forcoj zemrën tonë në fenë e tina, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, forcoma zemrën time në fenë tënde. Andaj,
këto 10 nete të fundit le të jenë mesazh që namazit jetë prioriteti yt, ibadeti më madhor tek Allahu xhelle xhelalu. Pastaj përmes agjërimit të jemi prej atyre besimtarëve që arrim edhe devotshmërinë dhe takballakun. Pastaj ta përmendim Zotin shumë dhe kështu bëhemi prej atyre besimtarëve që përfundojmë këtë Ramazan ashtu siç është më së miri, sepse edhe i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam po thot në hadithin e saktë, innamal a'malu bil khawatim, vërtet veprat janë sipas përfundimit, prandaj le të jetë edhe ky përfundim i këtij muaji me ibadete të shumë llojshme dhe të arrijmë kënaqësinë e Zotit xhelle xhelalu.